Pas kësaj atmosfere festive, odhëm një vështrim në disa nga objektet më të vjetra të Trevës së Semanit ofruar nga Muzeu Historik i Fierit, të cilat ishin paraqitur në këtë qendër muzeale. Atëherë në këtë panair interesant, i cili është ndërtuar edhe me të gjitha objektet e vjetra dhe mundësia për të paraqitur ndoshta objektet më të vjetra të zonës, tregojnë gjithashtu edhe vitalitetin e kësaj treve. Sigurisht që unë u afrova në një element shumë të rëndësishëm. Këtu janë objekte të paraqitura nga Muzeu Historik i Qytetit Fierit. Pas me, sigurisht është një ndër veshjet më të vjetra, një veshje pak a shumë vjeshtore ose dimërore, veshje grash dhe gjithashtu veshja tradicionale e burrave të Semanit me heben në krah, në fakt e burrave të Muzheqes. Ndër të gjitha elemente tradicionale si tunci, shtama, tunci i vogël apo kotruvja e ujit, dallojmë edhe kandilët ose elementet e baltës, por kandilët që kanë moshën më të vjetër të paraqitur nga Muzeu Historik Fier. Sigurisht që do përpiqemi të paraqesim çdo element të mundshëm përmes imazheve për treguar gjithashtu edhe këtë trevë vitale. Ervin Buzi, si specialist i turizmit, nënvizon faktin se këto tradita janë dobi jo vetëm lokale dhe krajnore, por edhe kombëtare, pasi tërheqin një numër të madh turistësh brenda dhe jashtë vendit të dëshiruar për të njohur dhe zbuluar trevën e Muzheqes. Kjo festë është si pari hapjes sezonit turistik dhe në një nivel promocional, kjo sjell një atmosferë shumë pozitive, sepse bashkon bashkë artin, kulturën, traditën, kuzhinën, elemente të tjerë të kulturës popullore, mikpritjes, njëkohësisht edhe përgatit, si thua, komunitetin për të mirë pritur turistët. Dhe kjo i shërben hapjes sezonit turistik, por jo vetëm. I shërben ngritjes së një atmosfere shumë pozitive në rajonin e Semanit për mikpritjen e turistëve, por jo vetëm në rajonin e Semanit, por në të gjithë qarkun e Fierit. Ne ndjekim hap pas hapi këtë mjedis festiv, e të shkojmë atje ku kulmon tradita muzheqare. Një nga ritualet e famshme të dasmës, në të cilin do të ekspozohet bukur, e do të shoqërohet edhe me këngët e gëzuara të trevës. Jemi në një mjedis pak a shumë të veçantë.
sigurisht që objektet e vjetra për të gjithë ata që e duan historinë kanë një imazh gati edhe provokues. Këtu jam mes gjithë këtyre shtojzovalleve të bukura të zonës së Myzeqes, të cilat kanë veshur kostumet e tyre tradicionale. Në qendër, sigurisht që paraqitet edhe një tjetër element folklorik, është pikërisht qepja e nishanit. Na intrigoi mjedisi sepse ofron pak a shumë atë ndjesinë e një shtëpie apo të dhomës së një shtëpie ku në qendër rrin nusja dhe gratë e tjera bëjnë ato adetet apo radhën e këngës edhe të qepjes së nishanit. Vali, me pak fjalë, mund të na e interpretosh më shkurt dhe më thjesht traditën e qepjes së nishanit? Po. Qepja e nishanit është një traditë myzeqare që në ditën e enjte, përpara se të merret paja, vinë gratë e fshatit, i këndojnë nuses, njëkohësisht qepen edhe shamit. Siç e thot edhe kenga, dy shamit të çifte, lidhi moj, zgjidhi moj. Ky si ritual është pasqyruar drejt për drejt në këngën folklorike apo? Po, është këngë folklorike myzeqare. Vali, juve jeni interpretuese me përvojë në skenën e kulturës myzeqare dhe në të gjithë trashëgiminë kulturore të trevës myzeqes në këngën e gruas, pak kënga agrarishte. Nëse do të më lejoj të thosh, a kemi mundësi ta interpretojmë këtë këngë këtu? Patjetër, me shumë kënaqësi. Dy shamit çifte, lidhi moj, zgjidhi moj. Dy shamit çifte, lidhi moj, zgjidhi moj. Sa të vi djali nga Janina, lidhi moj, zgjidhi moj. Sa të vi djali nga Janina, lidhi moj, zgjidhi moj. Zgjidhi moj, të vide djali nga Janina, lidhi moj, zgjidhi moj. Të bjerë vellon me temina, lidhi moj, zgjidhi moj. Të bjerë vellon me temina, lidhi moj, zgjidhi moj. Vali, ju falenderoj. Faleminderit juve. Është me të vërtet një mjedis shumë interesant dhe sigurisht muzika ka një efekt i jashtëzakonshëm në shpirtin njerëzor. Ajo ndes të gjithë atmosferën. Do të vazhdojmë me ritualet tjera edhe me hapësira të tjera që ofron ky panair i ditës sotme dhe kjo festë e ditës sotme në zonën e Myzeqes. Në një mjedis të improvizuar si orë, bëhet mikpritja e njerëzve, e mikve, në të cilët simbolikisht ishte kryetari i bashkisë Armando Subashi, deputeti Antonella Dhima, zonja Adelina Rista, ambasadore e Kroacisë e të tjerë. Më pas këtij ritualit të mikpritjes dhe të qerasjes, do të shkohet në ritualin e marrjes dhe përcjelljes së nusës.
Bravo.